Okej, faleminderit gjithëve. Është kënaqësi më po ka shumë këtu. Pas numërimit të rezultateve tona prej qendrave të votimit, del që kemi fituar me 58% të votave, pa u numëru ato me kushteve prej diasporës, por që nuk kanë mundësi me ndru rezultatin shumë. Ju jam mirë njohës jashtëzakonisht shumë gjithë kolegëve të mi, gjithë miqve që kanë punu shumë, gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës që kanë votu, një mirë njohje jashtëzakonshme. Ky është rezultati i thellë, rezultat pins, rezultat që e dëshmon se qytetarët jonë din me vlerësu punën edhe angazhimin. Duhet më thonë që po ashtu jam i lumtur që zgjedhjet kanë shkuar në mënyrë jashtëzakonisht qetë edhe të mirë. Unë ju thonë që është edhe diçka e veçantë që jam i lumtur, që Gjakova ka qenë ndoshta qyteti vetëm në Kosovë që nuk ka qenë i mbushur me postera, me billboarda, me lamposta, nuk kemi pas ato postera që kanë dalë mundën me një gjetë në gishtat e njënës dorë. Edhe kjo ka qenë një diçka e mirë. Qyteti është vajtë korrektsisht paste. Duhet më thonë që bashkëqytetarëve të mi ju premtoj që 4 vit që i ardhshëm ka me qenë me angazhim edhe më të shtumë se ky që e lëm pas. Kërkoj që t'jenë të motivuar, të punojnë, t'jenë disponuar në punët e tyre që kemi qenë kohën e kaluar për shkak se po që Gjakovën kemi e bo një komunë model, një komunë të jashtëzakonshme. Po ashtu më duhet një uru gjithë kryetarëve të komunave të cilë sonte kanë fitu, gjitha partive, e posa që është atyre të aleancës, jam i lumtur. Faleminderit shumë gjithëve, nëse keni ndonjë pyetje mundem me u përgjigj, dhe tash faleminderit shumë. Keni ndonjë mesazh për kundër kandidatit? Po, patjetër, unë e thash ka qenë një garë korrekte, falenderoj për korreksimin në garë, ju uroj sukses tjetër.